Për shkak të borxhit që ndërmarrja e qarkullimit publik ka ndaj transportuesve të linjeve private, autobuset e këtyre linjeve në Shkup nga sot reduktuan qarkullimin. Linjet private qarkulluan nga ora 5 deri në orën 10, kur edhe parkuan autobuset e tyre. Nëpër stacionet e autobuseve në Shkup, përsëri u rikthye pritja e gjatë e qytetarëve dhe rrëmuja për një vend në autobuset të stërmbushur të NQP-s. Mes qytetarëve kishte edhe shumë nxënës që ishin vonuar për në shkollë. Shkojmë për në shkollë. Në 13:30, por jemi vonuar. Presim autobus për më shumë se 20 minuta. Nga Qajiri deri këtu erdhëm për 30 minuta. Pastrashno. Është e tmerrshme, duhet të rregullohet njëherë për gjithmonë transporti në Shkup, edhe me vetur njëjtë është, por do e provoj, por nuk e di se si do të arrij deri në shtëpi. Autobusi me numër 19 ishte deri në 11, por më pas nuk kishte. Teshko e gubim me vreme. E vështirë është pasi humbim kohë, edhe për të ardhur në punë është stresuese se a do të arrijë në kohë. Duke u kthyer humb shumë kohë pasi qëndroj në stacion edhe nuk e di se a do të vijë autobusi. Sipas transportuesve privat, borxhi që ndërmarrja e qarkullimit publik ka ndaj tyre kalon shifrën 170 milion denar, i cili është grumbulluar që nga muaji prilli këtij viti. Prevoznicit e veke nemat sredstva, nemat. Transportuesit më nuk kanë mjete dhe ishim të detyruar që të reduktojmë transportin dhe do të vëzisim nga ora 5 deri në 10, deri në momentin kur NQP do të paguaj mjete. Menjëherë pasi NQP të paguaj mjete, autobuset menjëherë do të kyqen dhe nuk do të ketë asnjë problem. Do vëzisim sipas rendit dhe qarkullimit. Po takimet që ka thuj ka që ina marrë vesh, kena kondasin, ai çdo ka premtuar që ka 12 milion të shloj piparave veta, kur njëherë se ka bajt premtimin, edhe çdo neve na apelojtë na shkruajtë të shkojnë në qytet Shkupit bëni për shtipje. Domethënë paret qyteti Shkupit i ka lëshu, mirë po paret tona i çon qëtërkundi, pse i shlon çfarësie nuk e di mas nesh ka. Cilit numra të autobusave do të jenë të reduktuar? Gjithë privatët? Gjithë privatët, po, gjithë privatët do jenë të reduktuar. Unë paketi jam është zakonisht në për fshatra, edhe do jenë deri në ora 10, mbas 10-ve vin keq për udhëtarët, mirë po që kjo është ne s'mundim më me vazhdo. Deri tani nuk ka reagim nga NQP-ja në lidhje me reduktimin e transportuesve privat. Takimi i fundit mes drejtorit të ndërmarrjes dhe transportuesve privat ishte të premten e kaluar, kur edhe kishte debat të ashpër mes tyre për shumën e borxhit. Drejtori i NQP-s, Dragi Kushovski, deklaroi se borxhi po shlyhet sipas marrëveshjes, ndërsa akuzoi transportuesit privat se po manipulojnë me qytetarët. Nga ana tjetër, transportuesit e paralajmëruan për reduktimin e sotëm, nëse borxhi nuk shlyhet ndaj tyre.